Një dokumentar për jetën e Kol Hidromenos dhe gjithë pasardhësve të tij. Në fakt nuk ishte se si të ndodhë ndryshe përveç se ta promovoje në qytetin e tij në Shkodrën ku ka vënë kaq shumë. Apo jo, ndiheni edhe ju vetë shumë mirë si autor dhe regjisor i këtij dokumentari. Me të vërtet ndi veten shumë krenar që jam këtu sot në Shkodër, zbashku me Kol Hidromenon e juaj, si e quaj ashtu, por edhe Kol Hidromenon e gjithë shqiptarëve, sepse Kol Hidromenon nuk ka qenë vetëm një artist poliedrik i Shkodrës, por ka qenë i gjithë kombit tonë. Çfarë sillni në këtë dokumentar për jetën e Kol Hidromenos, por gjithashtu edhe për gjithë pasardhësit e familjes së tij që janë të shpërndarë, apo jo? Po, Kol Hidromeno ka qenë i pari i cili e ka sjellë filmin në Shqipëri, 1912, dhe ky film është një vazhdimsi e kinematografisë shqiptare dhe në këtë film i zbulojmë disa gjëra të cilat kanë qenë të panjohura për opinionin, sikurse në Shqipëri, sikurse në Kosovë, sepse kufiri artificial shqiptar-shqiptar i kishte ndarë familjen në dyshe. Dhe pas ndarjes 1948 mes shtetit ish Jugosllav, i cili kishte okupuar Kosovën dhe Shqipërisë, u ndërprerën marrëdhëniet dhe familia u nda në mes dhe nuk kishin komunikim njëri me tjetrin. Dhe ky film është një farë lloji mënyre përpos që do ta ringjallim figurën e Kol Hidromenos, është edhe në shërbim të afrimit të pjesëve të familjes, e cila, sikur se thash edhe më herët, ka gjëra shumë të bukura edhe nga ana tjetër e Shqipërisë, për të cilën është pak e panjohur këtu. Berni, po pse zgjodhët figurën e Kol Hidromenos? Mund të zgjidhni çfarë do lloj figure tjetër? Pse u tërhoqi kjo figurë? Ky është një nga figurat të cilat unë mendoj që nuk e ka vendin e duhur sa i përket në historiografin tonë, edhe në kinematografi, duke pas parasysh gjitha meritat e tina dhe gjithë kontributin e tij të cilin e ka dhënë në fushën e artit. Për këtë arsye për mua kjo ishte një sfidë dhe besom se do ta bëja prapë. Sa kohë keni punuar për realizimin e këtij dokumentari? I gjithë realizimi i dokumentarit ka zgjatë 1 vjet e gjys dhe hulumtimet paraprake kanë zgjatë deri në 1 vjet. Kështu që 2 vjet e gjys mund të them. Ku janë përqendruar më së shumti xhirimet? Ka xhirimen e Korfuz, ka xhirimen e Parg, ka xhirimen e Janin, ka xhirimen e Kroaci, ka xhirimen e Çeki, ka xhirimen në Pej Shkodër, sigurisht. Dhe ja, këto ishin disa pikat kryesore të cilat i kam vizituar. Si një figurë me origjinë çame, pavarësisht se ai është shkodranizuar dhe ashtu e ndjente veten, në fakt edhe qyteti e pati të vetin patjetër, me gjithë ato që i dha qytetit të Shkodrës. Çfarë ka mbetur sot nga gjurmë e Hidromenos në park, për shembull? Çështja e çamerisë është një çështje që duhet të riaktivizohet dhe duhet njerëz të shkencës të fillojnë të merren me atë punë, sepse tani çameria vazhdon të ketë popullat e cila flet shqip, por është në territorin administrativ të Greqisë dhe shumë pak flitet për atë zonë. Posaçërisht edhe për ishujt tonë janë, edhe Korfuzin. Cila ka qenë sfida më e madhe e ndërtimit të këtij dokumentari? Unë besoj mbledhja fakteve dhe kontrolli i fakteve, sepse ne këtu kemi pak vështirësi për t'i verifikuar gjërat, duhet dyshojmë në dhënat, sepse këtu kanë ardhur shumë okupues dhe dhënat mund të ndryshojnë me gabim, apo për shkak të moskujdesisë. Pra ka qenë verifikimi i të dhënave ka qenë një sfidë më të vërtetë e rëndë. Tani që dokumentari është promovuar dhe po shikohet gjërësisht, cila është risia që keni sjellë përmes këtij dokumentari në mënyrë të veçantë? Unë mendoj është kjo pjesa Kosovës. Ajo ishte pak më e veçantë, sepse ju pak a shumë këtu e dini se kush ka qenë Kol Hidromeno, por kombi si komb nuk i ka këto informacione. Pse qëndronte kaq i pluhurosur si emër Kol Hidromeno në Kosovë? Për cilën arsye? Kol Hidromeno mund të them ka qenë vetëm në botën akademike e njohur dhe njerëzit kanë pas frikë për treguar se kanë familje farefis në anën tjetër Shqipërisë dhe pastaj edhe nga mos veprimi jonë dhe edhe ne kështu kemi qenë në gjumë një kohë gjatë dhe edhe vetë fajtori jemi pak. Sot në Shkodër a gjetët gjurmë të Hidromenos? Po, në Shkodër gjejmë gjurmë gjithandej, gjejmë në pedonalen gjithandej. A është ky qyteti më hidromen dashës, po themi, nga çdo qytet tjetër ku mund të ketë gjurmë të tij? Unë mendoj që ky film
Dhe këto gjumë të cilat i gjejmë në Shkodër janë unike, sepse ai më të vërtet e ka jap gjithë shpirtin e tij në këtë qytet dhe ka lënë gjumë të pashlyeshme. Sado që ne mundohem nganjëherë t'i harrojmë ato, por gjumë janë këtu. Vrenin, sa rëndësishme është për brezin e ri t'i ketë në kujtesë figura të tilla që kanë kontribuar kaq shumë për identitetin kombëtar, po njëkohësisht për arkitekturën, duke qenë një qasje, duke dhënë një qasje perëndimore në fakt asaj në vendin tonë. Është shumë e rëndësishme sepse këta trinj sot duhet ta dinë se në cilin qytet jetojnë, kontributin e njerëzve të cilët kanë dhënë kontribut në ndërtimin e kësaj shoqërie kulturës dhe të artit. Kështu që është më të vërtet një trashëgimi që duhet ja u lejmë të rinjve. Cila do të jetë figura e ardhshme që do të sillni në dokumentar, po mendoni të sillni? Jam duke hulumtuar një kompozitor shqiptar me origjinë nga Kosova, i cili vepron në një vend shumë interesant në Monte Carlo në Cannes, në fushën e muzikës.